Ka nisur këtë të mërkur shpërndarja materialeve zgjedhore në 3 KZAZ-at e Fierit për 97 qendra votimi. Materialet zgjedhore për 11 majin janë shoqëruar nga mjetet e ushtrisë dhe forcat e policisë, ndërsa në to përfshihen fletët e votimit, kutitë e votimit, proces verbalet, dhomat e fshehtësisë dhe të gjitha materialet e tjera që garantojnë zhvillimin e zgjedhjeve në përputhje me kodin zgjedhor. Në KZAZ-n numër 60, sipas kryetarit Niko Neço, më parë ka mbërritur edhe sistemi monitorues, kamera dhe ekrane. Kanë ardhur paraprakisht, siç e shikoni, kamerat për çdo qendër votimi. Presim sot të vi dhe baza materiale nga KQZ-a, jemi njoftuar dhe besoj nga dreka do të mbri këtu në palestrën e shkollës Janaç Kilica, baza materiale nevojshme të cilën ne do ta përgatisim me dokumentacionin përkatës. Dhe ditën e shtunë do t'ja shpërndajmë komisionerëve të qendrave të votimit sipas një grafiku dhe një plani shpërndarje që ka organizuar KZAZ-a jonë. Ndërkohë kryetarja e kësaj KZAZ-je, Enkeleda Veliu, ka pohuar se në qytetin e Fierit në 97 qendrat e votimit pritet të votojnë 74.525 votues. KZAZ-a jonë ka gjithsej 97 qendra votimi, ndër këto janë 95 prej tyre janë në ambiente publike dhe 2 prej tyre janë në ambiente private. Gjithsej do të votojnë 74.525 zgjedhës. Risi në këto zgjedhje është teknologjia më e avancuar që mundëson skanimin e të gjitha materialeve zgjedhore, duke krijuar lehtësira, u shpreh sekretari i KZAZ-s 59 Ervin Bushi. Risia ka domethënë të gjitha është teknologjia, është domethënë për procedurë verbale të gjitha nuk ka asnjë problematik, bëhet me skanim, çdo gjë na del korrekt. Në marrëdhënie me KQZ-n kemi qenë korrekt. Vazhdojmë përgatitjet për një ditë e zgjedhjeve që të jetë votimi sa më i qetë për gjithë çdo zgjedhës. Pas mbërritjes, policia do të qëndrojë në gatishmëri të plotë për ruajtjen e tyre në orare të përcaktuara nga autoritetet, deri në momentin e shpërndarjes në qendrat e votimit.